Mirë mbrëma miqë dhe armiq, mirë se erdhët në Esencë. I ftuari i sotëm është më i veçantë se gjithë të tjerët në këtë jetë gjatësi të Esencës, sepse ja vlerësoj shumë punën e tij kërkimore. Profesor Afrim Krasniqi, faleminderit që erdhët në Esencë. Më në fund ja dolëm që të marr pas kaq shumë mundimesh, lutjesh pozitive. Jo se nuk e dashur, besoj, po ke qenë i zënë. Do të flasim sot me profesor Afrimin për krizën e ambasadave, është një botim që ai e ka bërë përpara 2-3 vjetësh, dhe drithijet që lidhen me ngjarjet e ambasadave rreth dy korrikut pak më herët edhe më pas. Profesor, duke shfletuar dhe lexuar librin tuaj në kohë të ndryshme, kam vënë re që ngjarjen e ambasadave, ndjekim edhe planet e vjetra që i kemi ekskluzive të dhëna nga ambasada gjermane në Tiranë, kam vënë re që dy korriku, por edhe pak më përpara, po edhe më pas, ka një dorë që fshihet dhe që organizohet diku nga qeveria e kohës, diku nga organizmat të caktuar. Si ndahet kjo gjë? Në fakt, edhe unë kur kam nisur për të lumtuar për këtë pikë, ka pasur gjithë ato teza që artikulohen publik. Dhe sidomos nga një zyrtar të asaj periudhe ose njerëz të cilët e kanë parë këtë lloj ngjarje në këndvështrim të jashtëm. Dhe një nga gjërat që më ka rezultuar nga dokumentacioni është që rrëzimi i një numri të madh miteve që lidhen me ngjarjen e ambasadave. Dhe një nga mitet është edhe numri që përmendet, dy korriku. Dy korriku është simbolik. Dhe ne zakonisht e kemi lidhur për një arsye krejt thjesht, sepse me dy korrik në Kosovë është bërë edhe deklarata. Në fakt, ngjarjet e ambasadave kanë nisur kohë përpara dhe fakti që kanë nisur kohë përpara rrezon edhe mitin që lidhet me Kosovën. Dhe një nga mitet e tjera është kush organizoi dhe si organizoi. Për shembull, më ka bërë përshtypje që mediat edhe këtë kohë, media kryesore kanë botuar letër të një zëvendësministri të asaj periudhe që drejtonte sigurimin e shtetit, i cili, siç një numër i madh zyrtarësh, kanë nxjerrë teorinë që dikush e ka organizuar dhe ata vetë, madje strukturat e sigurimit ose të partisë kanë qenë pjesë e organizimit. Nga të njëjtit individ, nga të njëjtit zyrtar, unë kam letrat e tyre në shtator të vitit 90. Dhe në shtator vitit 90, kur ata u shkarkuan nga funksionet, kanë bërë letra krejt të ndryshme me përmbajtje krejt të ndryshme. Nga ato. Çfarë do thotë, me dokumentacion ata hedhin poshtë vetveten e sotme për shkak se shkriju një traditë që njerëzit për të tërhequr vëmendje për prodhuar lajme, krijojnë mite dhe ja lanë sidomos përgjegjësinë individëve që nuk jetojnë më. Për shembull që Ramiz Alis ose dikujt tjetër që nuk ka mundësi as për t'ju përgjigjur dhe nuk kam, po them, një mekanizëm verifikimi. A është këtu pjesë e këtij miti i rasti Kadare që ata që ikën ishin jashtëqitja e kombit? Kjo është një nga mitet e ambasadave. Mund të më thuash pak më shumë për këtë gjë? Në fakt unë kam kërkuar deklaratat që janë gjitha deklaratat që janë bërë për ngjarjen e ambasadave, janë bërë në mediat shqiptare, në mbledhjet e strukturave, në mbledhjet e frontit që janë bërë në Tiranë, në organizime që janë bërë të ndryshme dhe pastaj edhe në komunikime me mediat ndërkombëtare. Dhe është rast tipik që zoti Kadare për shkak nuk ka bas njëherë një deklaratë të tillë. Dhe nëse ju merrni edhe dëshminë që është dhënë nga një figurë e njohur publike, lidhje me këtë, citohet mbledhja e majit, po themi kur ngjarjet kanë ndodhur korrik, citohet një mbledhje tjetër s'ka ekzistuar, dhe citohen dëshmi që nuk kanë ekzistuar, si për shembull raste ku s'ka qenë fare. Siç është për shembull mitingu i famshëm në sheshin e Tiranës, ku ai nuk ka qenë fare prezent. Mbledhja e akademikëve me Ramiz Alin dhe ku është dhe Berisha, ku është dhe Popa. Takimi intelektualëve po që praktikisht nuk ka qenë fare, domthon aty është diskutuar sepse ka qenë prezent, por mitingu në sheshin e Skënderbeku nuk ka qenë fare prezent. Por është një nga mitet dhe është mit i cili ka qarkulluar në atë kohë dhe Ramiz Ali ka dhënë një shpjegim i cili unë personalisht jam marrë me rezervë, por fakti që nuk ekziston asnjë lloj dëshmie e shkruar, indirekte, e raportuar, e mbajtur shënim, e komentuar brenda gjithë strukturës, as sigurimin e shtetit, as policisë kohës, as lidhjes shkrimtarëve të artistëve, as ministrisë përkatëse të kulturës, as byros politike, as sekretariatit, as ministrisë jashtme, as ministrisë mbrojtjes, dhe gjitha burimet e gjëra arkivorë shqiptare, është një nga rastet më tipike që krijohen mitet dhe mitet pastaj ushqehen mirë vazhdueshme. Mitet e dy korriku lidhen spari që ka organizuar Partia e Punës. Partia e Punës ishte humbsja më e madhe e ngjarjes së ambasadave. Ramiz Ali arriti që për 3 muaj, nga muaji maj deri në qershor, deri ku maj, prill, qershor, me vizitën e Perez Dekular të krijonte imazhin e njeriu që do të ndryshojë situatën në Shqipëri.
dhe do të hapë procesin e demokratizimit dhe është lideri një lloj Gorbaçovi i ri i Shqipërisë. Në fakt, ashtu duket. Ngjarja e ambasadave goditi këtë imazh dhe ai u penalizoi jashtëzakonisht shumë. Aq shumë sa pas ngjarjes së ambasadave nuk ka asnjë artikull në mediat ndërkombëtare me pro ti, po gjithë janë kundër ti. Dhe situata që u krijua në raport personal ishte që e tillë që të gjithë faktorët ndërkombëtar që ushqenin një lloj shprese tek ai filluan të kalkulojnë dhe nga bisedimet e tyre shprehet kudo që dëshojmë kush do vi pas tij, sepse ky është e kaluara dhe nuk e shohim as si partner ndërkombëtar. Zoti Alia bëri vizitën e vetme që ka bërë jashtë shtetit në atë kohë në sistemin komunist në OKB dhe po shikoni nuk ka takuar asnjë zyrtar të lartë të rëndësishëm perëndimor, për shkak se gjithë refuzuan një mundësi takimi. Është vërtet që u arratis pak nga takimi aty? Jo, vetëm te rasti i për shembull një nga dhënat që kam marrë në kontakt me Zërin e Amerikës për shembull ka pasur një kërkesë për intervistë dhe e ka refuzuar. Ose elementet e tjerë që lidhen me ndonjë partner ndërkombëtar, po jo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teori që e kërkoi presidentin amerikan apo gjëra të tilla, këto janë pralla shqiptare dhe historia e Shqipërisë është më shumë prallë se sa fakt. Përfshiten gjërat e korrekte. Ne vetë vlerësojmë veten tonë ka një problem që është edhe problem kulturor. Ne jemi vend i vogël. Dhe duke qenë vend i vogël, të gjitha ato figura që kanë drejtuar në periudhë saktuar historinë e Shqipërisë, përfshirën në 90-ën, kanë fise, kanë familje, kanë ndikim publik. Dhe secili prej tyre është i prirur për të thënë që gjyshi im, babai im ishte njeriu më i mirë, ish punëtor, ish shkëlqyer, ish profesionalist. Dhe si tillë krijojnë mite çfarë ata kanë bërë. Nëse ju merrni ngjarjen e ambasadës është një dështim, një katastrofë plotë e shtetit shqiptar. Ishte hera e parë që shteti përballej me krizë reale. Dhe një nga gjërat që kuptova ishte që jo vetëm byroja politike në mbledhjet e brendshme, po e gjithë ekipi, për shkak një nga zhgënjimet e mëdha që Ministria e Jashtme, nuk e kishin idenë se si mund të sillet struktura shtetërore në raste të tilla. Dhe silla e tyre ishte jashtë realitetit, opsionet e tyre ishin jashtë realitetit, ligjërimi i tyre ishte jashtë realitetit. Dhe unë habitem që një numër i madh i tyre janë stikluar në tranzicion, por habitem që i kanë lënë dokumentat e tyre me firmë, me emër dhe ende sot nuk kanë kurajën për të përballur me përgjegjësitë e tyre. Është normale të thuar që ne ishim produkt i një sistemi mbyllur dhe nuk i dinim gjërat, por nuk është normale sot të dalësh mas 30 vjetësh edhe të bësh heroin për diçka që nuk është një pjesë e lavdishme as e historisë personale as historisë Shqipërisë. Kush i krijoi lëvizjet e ambasadave? A vetë ambasadat apo diçka më shumë se to? Edhe kjo ekziston si mit. Në fakt, aty ishte një, po themi, një kategori e madhe sociale, sidomos të rinjt, të cilët ishin të rebeluar nga jeta e përditshme, nga gjithçka që ndodhte, nga mungesa e perspektivës, nga zhgënimi i madh, nga ajo ushqimi me propagandë ndërkohë që situata vështirësoi, dhe mendoj që më shumë ishte energjia e tyre dhe ndjenja protestës tyre që çojnë ngjarjet e ambasadës sesa skenarat e gatshëm. Ja për shembull për t'ia rrëzuar mitin e famshëm që ambasada gjermane organizoi dhe bëri. E dini ju që përfaqësuesi gjerman që mendohet që organizoi, dhe thuhet edhe sot, është e para njeriu që refuzon të gjë, dhe e dyta është ndërshkuar për shkak rolit të tij dhe është përjashtuar nga sistemi diplomatik gjerman. Do thotë si mund të thuash që Gjermania e organizoi kur praktikisht ai u penalizuar për këtë gjë. Ambasadori. Ai që ishte ushtruesi i detyrës ambasadori, sepse ambasadori nuk ishte Daum që ishin atë kohë. Werner Daum. Po ashtu një numër i madh. Është përjashtuar profesor. Po, është penalizuar sepse sipas pikpamjes gjermane të kohës, të cilët e donin ndryshimin e Shqipërisë, ata nuk ishin gatshëm që në fazën e ndryshimit të Shqipërisë Gjermania të penalizohej dhe të mbylleshin marrëdhënie diplomatike me disa vende, sepse ngjarjet e ambasadës u pasuan me mbylljen e përfaqësive ndërkombëtare në ndërprerjen e komunikimit. Kështu që ata e shikonin si një lloj humbje roli të vendit të tyre përkatës. I vetmi vend perëndimor që deri diku mendoi një plan B ishte Italia, e cila ju bashkua perëndimin në mbylljen e ambasadës, por mbajti një zyrë ndërlidhje në kundërshtim me dakordsinë ndërkombëtare, me idenë që ne jemi fqinj dhe duhet kemi gjithmonë një kanal komunikimi me ta. Atëherë kush është dora që ka krijuar ngjarjen e ambasadave? Janë shërbimet e huaja? Nuk ka një skenar. Ky është problemi kryesor. Ka lindur vet? Po nëse merrni rastet e ngjashme që kanë ndodhur në vendet e tjera të botës. Ndodhi një vit përpara ndodhi në Çekoslovaki. Po. Nuk ka asnjë botim sot në Çekoslovaki që e bëri as sigurimi, as e bëri partia, as e bëri agjentura. Është momenti kur ndodh pika e, po themi, fundore, mbushet shishja dhe fillon derdhet. Po pse disa prej tyre profesor thonë që na shtynin vet punonjësit e ambasadave kur takoheshim te pishinat e Tiranës, kur kemi pasur një takim në qendër, kur na thonin që ne nuk mund ta hapim derën, po futuni vet
bëni një veprim nga muri ose diçka tjetër. E para mund të ketë detaje të vogla që mund të ndodhin në njërin prej tyre dhe ndjenin time i vetmi rast i provuar është një nga diplomatët e ambasadës greke, i cili në thelb ishte shqiptar dhe nuk ishte grek dhe nuk ishte vendimarrës në strukturë drejtuese dhe vetë ambasada kishte një qendrim krejt tjetër. Kështu që këto janë histori personale dhe histori fshati që pastaj marrin trajtën e dokumenteve zyrtare dhe qasje zyrtare. Spari ka pasur konsultim në nivel ambasadorësh dhe nëse shikoni për zurbaljen e mbledhjeve të ambasadorëve, nuk ka, jo vetëm që s'ka asnjë gjë të tillë, po është krejt e kundërt me, për shembull, një nga kritika që është bërë, Pala Jugoslave ka pasur rol për shkak se Pala Jugoslave drejtoi mbledhjen e ambasadorëve. Ishte më i madh në moshë ishte për shkak mandatit, më shkak dekanit e kemi pasur në tranzicion kur ne u pranuam NATO, ai ishte drejtuesi në Tiranë ambasadëve, pavarësisht se ishte kundër. Dhe vetë Jugoslavia në qasjen diplomatike nuk kishte interes për demokratizim në Shqipërisë. Një Shqipëri komuniste ishte ideale për Jugosllavinë sepse ishte pa aftë, mbronte problematikat e shqiptarëve të Kosovës dhe problematikat e tjera. Kështu që ishte partneri i duhur një Shqipëri e mbyllur dhe dështuar. E njëjta gjë vlen edhe për një sër aktorësh të tjerë. Kështu që sërit, siç kanë parë për shembull dëshminë e ish drejtorit të sigurimit shtetit, që thotë që përgjuam dike që folin Kosovë, tha aty, këta janë histori e degradimit të sigurimit shtetit. Sigurimi shtetit merr me përgjime. Vendosin për të arrestuar njëri dhe krijonin situata të tilla. Në momentin që në muajin maj të vitit 90, në kuadër të masave të reja që u morën dhe dekriminalizimit të kalimit kufirit dhe propagandës, sigurimi humbi rolin dhe u dha udhëzuesi që gjithë bisedat që bëhen nuk janë më bazë ligjore për dënuar njerëz. Sigurimi ngeli pa punë. Sepse ata nuk ishin mësuar një situatë tjetër dhe në mbledhjen e parë që Ramiz Alia bëri, që nuk është bërë publike, por ekziston për zyrballi, unë e kam edhe në botimin që do dalë për tranzicionin, botimin e plot, në takimin që bëri me kuadrat e policisë dhe sigurimit shtetit, mbledhja është llogaridhënëse, ata kërkojnë në mënyrë vazhdueshme falje dhe shkarkohen gjithë ata për shkak pa aftësisë tyre dhe argumenti kryesor ishte ishit pa afër të bërë detyrën, nuk arritet të parandalonin, nuk kishit informacion, nuk operua, ditën kur ndodhi nuk e kuptua çapo ndodh. Drejtimi u la ministrisë jashtme, e cila nuk kishte eksperiencë dhe nuk kishte autoritet mbi sigurimin. Mirë, në letra kështu duket, kështu është shumë e shëndetshme si jo, nuk është në letra, kjo është në dëshmit. Unë i kam po themi edhe mbledhjet që janë bërë që nuk janë zbardhura me shkrim, që janë mbledhje me zë, po themi nga strukturat drejtuese. Kështu që kjo ishte edhe arsye se pyetja është nëse e bëri sigurimi, pse shkakon 3 ditë më vonë gjithë sigurimi. Po për të bërë një dukje që se s'kemi si ta zgjidhim ndryshe. Çfarë zgjidhen ata, nuk zgjidhen asgjë. Kostoja që mori partia punës. Kostoja që mori partia punës dhe Ramiz Alia me këto ishte kosto praktikisht 10 orë ishte përgatitur në korrik. Në ngjarjet e korrikut të rrëzuan partinë e punës. 10 orë ishte vetëm pika që duhet bërë diçka që shpërthente, sepse ndodhi fenomen. Në dallim nga Çekoslovakia dhe vendet e tjera, vendet baltike dhe vendet e tjera, të cilat patën të njëjtin proces, në Shqipëri, elita intelektuale nuk i përkrahu të rinj që revoltuan. Në vendet e tjera i përkrahen dhe ndodhi procesi ndryshimit. Tek ne, në mënyrë çuditshme, në muajin gusht, për shembull, që ishte pika e testit kryesor, shumica e intelektualëve të zëra Republiku kthyn kundër atyre që ikën ambasada. Nëse ju lexoni dëshmit, sot janë figura të shuara publike, janë aktorë të njohur, janë regjisorë të njohur, janë artista të njohur, janë shkrimtarë të njohur, por në fakt në korrik 90 ishin ushtar në grumullin e madh të ushtarëve të regjimit kundër individëve që hyjnë nëpër ambasadë. Përfshi dhe gjithë gjenerata vjetër gazetarëve që ka qenë atë periudhë, të cilët sot janë me ndikim. Dhe fakti që ata u braktisën, edhe nga elita, e zgjati procesin e ndryshimit politik në Shqipëri. Dhe në 10 orë pastaj ishin studentët, të cilët deri diku përsëri breziri që sollin ndryshimin dhe intelektualët që u bashkuan kur e kuptuan që lëvizja studentore është paktim. Qartë. Profesor, keni informacione kur janë ndërtuar këto mbrojtjet e ambasadave, rrethimet, kur është shtuar numri? Ate janë të ndryshme. Janë të ndryshme në kohë? Janë të ndryshme në kohë. Së pari ka pasur në mënyrë vazhdueshme mbrojtje dhe ka pasur edhe investime të cilat ka një numër korrespondencë të ministrisë jashtme me ambasada në lidhje me sigurinë. Problemi i madh ishin disa ambasada që kishin sigurisë. Kishin ambasada kubaneze, rumune, ndonjëherë dhe ambasadë e Republikës Demokratike Gjermane, do thotë lindore, Kinës, që kishin më shumë kritika dhe që kishin për mbrojtjen e tyre. Për shkak se filluan zëra dhe filluan një numër incidentesh, sepse hyrjet e para në ambasada kanë filluar në muajin prill në ambasadën greke. Dhe ne themi korriku është kur me një korrik për shembull ishin bërë një numër i madh njerëzish.
dhe hyrjet pastaj janë të tilla që ka përcejnë numrat dhe në fazën e dytë ka ndodhur i pari. Ka ndodhur që në muajin prill maj të parat dhe janë larguar, kanë qenë ambasadë greke, 2 qytetarë, pastaj në ambasadë turke dhe u larguan dhe madje mënyra se si u larguan ata i dhënë zemër njerëzve. Se ata u larguan me negociata shpejta, u dëbuan nga Shqipëria me marrëveshje dhe sidomos grupi që shkojnë në Turqi, lëvizja atyre nga drejtoria e policisë tek Hotel Arbëria. Gjithmonë Arbëria. Po, atje dëmon për të bërë takimi, u krijoi një lloj situate problematike për regjimin, sepse ata u trajtuan si fitimtarë, si njerëz që jo vetëm nuk shkuan në burg, por shkuan me ceremoni atje për të zhvendosur pasaj. Që ja e morën tani. Për ta shkuar pasaj në Turqi, kurse në momentin që ndodhi hyrja, ka disa kategori që kanë hyrë. Është interesante për shkakun që individët që kanë hyrë ditët e para kanë qenë kundër atyre që hinë me datën 2. Sepse secili ishte mësuar me gjeneratën që këtu gjithë janë spihun. Gjithmonë dikush është e dyshim. Dhe ata shikonin çdo njeri që hyn tjetër si kategori që mund të jetë nga pala tjetër për të kundër këtyre. Sa më shumë më keq. Dhe ironia e madhe është që madje ata që u vendosën me datën 1 me kërkesë pastaj te diplomatët gjermanë detyruan të jenë një ambient veçantë nga ata që filluan me 2 dhe nga ata që erdhën me 3 dhe me 4 më vonë. Për shkak se edhe me 3 dhe me 4 dhe më vonë situata doli jashtë kontrollit, numri i madh i qytetarëve dhe ndërkohë që regjimi ishte në dilemë madhe. Në dilemë nëse do përdorim forcën, dhe kemi mundësi për ta përdorur forcën, në dilemë nëse që ishte shpreha famshme e Ramizalis, ku ne kemi 150.000 komunistë dhe familje, si është e mundur që ne nuk arrim do t'i kontrollojmë, t'i menaxhojmë prurjet dhe bllokimi i trenave dhe hyrjeve drejt Tiranës. Dhe në dilemë pastaj momentin e fundit, nëse ne lëm për tyr të na dalin nga ambasada, sepse u bllokuan furnizimi me ushqime, me ujë dhe me gjithçka tjetër dhe u refuzuan ndihmë marrë nga jashtë, apo do krijohet një situatë tjetër. Dhe në moment që ndodhen këto 3 dilemat brenda 3 ditëve, pastaj partia mori vendimin që të mbyll dhe filloi negociata ndërkombëtare me ndërhyrjen e sekretarit përgjithshëm të OKB-s. E gjithë kjo historia 3 ditëve është fryrë pastaj është thënë që ja partia i hapi vetë. Nëse partia i hapte vetë, pyetni ata 10 të rinj që u arrestuan, që po vinin në Tiranë. E dini çka ndodhur me trenat? Unë po i marr rastin e Durrësit. Në Durrës, një grup i cili drejtohej nga një figurë shumë e njohur publike sot, që respektohet jashtëzakonisht shumë dhe nuk jeton më. Mblodhen të rinë vullnetarë, të cilët shkonin në trena dhe çdo njeri që ishte i ri në drejtim Tiranës, ndalohej, disa prej tyre rriheshin, bllokohej që të mos vinin në Tiranë se çdo i ri konsiderohej si kontingjent i mundshëm që mund të hyjë në ambasadë. Njëta gjë ndodhi me arjet nga veriu dhe njëta gjë që me nga lindja, do thotë pati një përpjekje për ta izoluar Tiranën. Në momentin që pati grupet në shme qytetarë, sidomos nga zona vjetra Tiranës, dhe pastaj edhe nga zona kombinatit, situata ngeli deri diku një zhvillim që po ndodh vetëm në Tiranë dhe po ndodh vetëm në madje në zonë caktuara të Tiranës. Pjesa tjetër e Tiranës është ajo që Kadaresh e përshkruan shumë bukur tek libri i tij, kurse si Tirana u ndje ditën që ata u larguan nga Shqipëria. Dhe pastaj historitë e tjera që për shembull një nga gjërat është ajo sjellja e përhershme e regjimit. Gjëja e parë, komunikon me familjen, detyroi familjen bëj telegram, nis telegramet gatshme dhe kur i lexon telegramet janë të trishtueshme, sepse janë mijëra telegrame që i dërgohen formalisht ministrit i jashtëm. Kur qytetarë shqiptarë e dinin atëku që s'kishte lidhje ministri i jashtëm dhe nuk shkonte një ministri i jashtëm për anketë, gjithë shkonin te partia. Se partia ishte gjithçka, por nga që i bënte regjimi, shkonin gjithë në ministrin e jashtëm për t'ia treguar ndërkombëtarëve dhe ishin të tilla që na ke tradhtuar, që babai po vdes, që gjyshi po vdes, që ka ndodhur kjo gjë. Ishte vërtet. Gjitha nuk ishin vërteta ose disa që mohonin fëmijët e tyre për këtë gjë. Ka pasur një debat për pajisjen e pasaporta? Debati ka qenë, por debati ishte absurd në thelb dhe rezultoi të jetë absurd edhe kur e shohim sot në retrospektiv. Debati ishte kush ka drejt pajisjen me pasaporta, dhe kjo zati 2 muaj. Sepse pyetja ishte nëse ju shkoni dhe kishte me 10 raste ku qytetarët shkonin për të kërkuar pasaport dhe jo vetëm që nuk i jepën, po ata ose ndaloshën se rriheshin nga policia me idenë për çfarë kërko pasaportën kur nuk lejohet dalja e shtetit. Se dyti ishte kush do ta jap pasaportën, a do ta jap autoriteti në linë partia apo në linë ministrie dhe ku, dhe se treti kush e jep vizën, sepse deri në atë kohë viza jepen nga Ministria e Jashtme. Ministria e Jashtme mande lidhje me ambasadat dhe merrte vizën për qytetarët kur qytetarët kishin nevojë për të udhëtuar. Dhe kjo ishte situatë paradoksale dhe në moment që regjimi vendosi, okay, qytetarët duhet të kenë pasaportë, ja pyetja si do e japin pasaportat dhe si do menaxhojmë kërkesat e tyre për vizë. Dhe e gjithë kjo ndodhi për 7 ditë praktikisht.
Dhe në këtë 7 ditë ndodhi dhe ngjarja e ambasadave. Prandaj e them që nuk bëhet fjalë për skenar, këtu bëhet fjalë për ditën që regjimi u përball me një ngjarje, ai nuk arriti dot ta menaxhojë atë. Dhe gjithajnë pasojat e paaftësisë për të menaxhuar dhe për të menduar në mënyrë, po themi, smart, në mënyrë shtetërore për zgjidhur situata të tilla. Tani, cilat kanë qenë pengesat, mënyrat e pengesave që këta mos pajiseshin me pasaporta, ka patur tentativa ndryshme nga shteti? Brezi ju një njeh ato ngjarje, imagjinoni sot pyesni çdo njërin prej asaj atij brezi. Pyetja ishte, nëse ti ishe student, po më shumë, ose një ishe i ri jashtë Tiranës ose në Tiranë dhe shkoje për të marrë pasaport, e para duhet kisha autorizimin e familjes. E dyta duhet kisha autorizimin e plotfuqishmit të zonës. E treta duhet kishe miratimin e organeve të lagjes që ishin partijake. E katërta duhet kishe një arsye të argumentuar zyrtare që pranojnë nga regjimi. E pesta duhet kishe një justifikim të rëndësishëm pse ti e don këtë lloj momenti këtë gjë. Dhe pastaj një verifikim të thellë nëse ti kishe njerëz jashtë shtetit dhe kishe një komunikim me dikën botë. Dhe pasi ndodhin gjitha këto procese, mund të kishe shanse për të marrë pasaporta, ndërkohë që të dhëna zyrtare tregojnë që numri pasaportave të prodhuara në atë kohë nga shteti, pavarësisht se thuaj qytetarët do kishin drejt për të pajisur me pasaport, ishte në mos gaboj vetëm 3% e nevojave të qytetarëve shqiptarë për pasaport. Do të thotë edhe po donte shteti për t'ia dhënë për 24 orë pasaportën, nuk u jepte dot. Ndërkohë ne patëm rastin e popajve, për shkak që është tipik, shteti u dha pasaportën dhe ata refuzuan pasaportën. E refuzuan? Refuzuan në rinas kur ata u larguan. Sepse shteti mundua ta përdor këtë si karë që ne po i dërgojmë si të rregullt. Të rregullt shtat, ata thanë jo, për shkak të historisë tonë ne nuk jemi me ne nuk mund ta pranojmë të dhe rolli, refuzuan dhe thanë ne po shpëtojmë për shkak të hyrjes ndërkombëtare, jo për shkak meritës tuaj. E njëjta gjë ndodhi me një numër të madh refugjatësh, të cilët që ishin në ambasadë, që në fillimisht e refuzuan pajisjet me pasaportë dhe kërkonin dokument ndërkombëtar për të po themi të refugjatit për të bërë lëvizjen. Në momentin që OKB-ja negocioi dhe OKB-ja konsideroi, sepse është interesante, edhe OKB ne shohim, OKB-ja në thelb pati një përkupim, unë kam parë dokumentet e OKB-s në lidhje me këtë ngjarje. Thelbi i tyre ishte na ka ndodhur një krizë dhe duhet ta menaxhojmë dhe duhet ta menaxhojmë me regjimin. Do thotë ata më shumë morën parasysh kërkesat e regjimit sesa kërkesat e refugjatëve, sepse refugjatët nuk kishin një mekanizëm force me cilën mund të impononin negociata apo si diçka tjetër. Dhe ata thanë që para se të na ndodhë një tragjedi, një vdekje apo një koler apo diçka tjetër, për shkak situatës si jashtëzakonshme që ishte, ne duhet gjejmë zgjidhje dhe ata ulën me regjimin për gjetur zgjidhje. Dhe në moment që regjimi tha unë jap pasaporta, i transportoj deri në Durrës dhe i dakord që ata të largohen nga Shqipëria dhe nuk do arrestoj njerëz, edhe ata që do dorëzohen nuk do i arrestoj. Kur këto u dhanë të garanci, ndërkombëtarët e bën fakt kryer dhe ndërprer negociatat me ata që ishin përfaqësi brenda dhe pastaj kaluan te faza e dytë e operacionit. Mirë. Do kthehemi prap në temën tonë, kalojmë në këshillat tregtare dhe kthehemi në studio me profesor Afrim Krasniqin.